Përleshje në Serbi mes policisë dhe protestuesve që duan zgjedhjet parakoshme dhe largimin e Vučićit. 10 mijëra qytetarë u mblodhen në qendër të Beogradit dje dhe sot për të mbështetur kërkesën e studentëve për zgjedhjet parakoshme parlamentare. Demonstrata organizuar nga studentë të cilët me një ultimatum drejtuar qeverisë serbe kërkuan që shpërbërja e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve parakoshme parlamentare të shpalleshin deri në orën 21 të ditës së sotme. Kur skadoi afati dhe nuk pati përgjigje, studentët njoftuan se protestat pushojnë se qenori protesta studentësore dhe u bën thirrje qytetarëve të marrin fatin në duart e tyre. Mirë protestues u drejtuan drejt pallatit presidencial duke prouritur slogane kundër Vučićit. Zhurmat forca policie i penguan ata duke përdorur granata zhurmuese. Situata është tensionuar rreth pallatit presidencial. Forca speciale të policisë me xhipat blinduar u shfaqin në qendër qytetit. Tensionet janë rritur ndjeshëm përpara protestës organizuar nga studentët e Universitetit të Serbisë, një forcë kyçe pas demonstratave që filluan pasi ushqem një çatier i novuar stacionit e korridor duke vrarë 16 persona me një nëntor. Shumë veta ja vën fajin rrëzimit çatisë së betoni, korrupsionit përhapur qeveritar. Vučić dhe partia e tij Krau të djathtë progresive serbe ka refuzuar kërkesën për votim të parakoshëm duke akuzuar protestuesit se po planifikojnë të nxisin dhunë me urdhër nga jashtë, të cilën ata nuk e specifikuan. Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare serbe do mbahen në vitin 2027 sipas rregullave.